Punonjësit e ndërmarrjeve Floracom dhe Luna, që janë në umbrellën e ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbërim Shkup, kanë protestuar sot pasi që nuk kanë marrë pagën për shtatorin, ndërsa nuk u janë paguar as shpërblimet jubilare, regresi për pushim vjetor, shpërblimi para pensionimit dhe shtesa e fundvitit. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Administratës Shtetërore, Goran Risteski, tha se do të vazhdojë çdo ditë protesta deri atëherë kur do të marrin pagën. Nga e hëna do të fillojmë me forma të tjera të protestës ose grevës. Për këtë do të vendos bordi grevist nga nesër. Fillojmë 2 orë nga ora 9 deri në ora 11, duke bllokuar vetëm një rrugë që qyteti i Shkupit dhe qytetarët të mund të funksionojnë. Edhe ne jemi qytetarë, edhe ne nuk duam të jemi barë shtesë për qytetarët e Shkupit, prandaj bllokojmë vetëm një kryqëzim dhe për një kohë të kufizuar. Ndërkaq, kryetari i Sindikatës së Pavarur të ndërmarrjes Parqe dhe Gjelbërim, Atanas Georgievski, tha se është turp nga organet kompetente që t'i lënë të punësuarit pa rrogë. Jemi lodhur duke kërkuar rrogën tani më muaj nëntor, ndërsa ne duhet të marrim rrogën e shtatorit. Me të vërtet na ka dalë mbi kokë që të kërkojmë rrogën. Ka njerëz që duhet të paguajnë fatura, të paguajnë qira, duhet t'i shkollojnë fëmijët. Turp është secili që e ka kryer punën, duhet t'i paguhet. Mujefet Ahmeti, i punësuar në këndërmarrje, në vend që të jetë në vendin e tij të punës, ai është detyruar të dalë të protestojë. Me të vërtetë është e rëndë, po dikush ja bon disi dhe ja kalon, por ka dikush me fëmijë edhe s'po ja del dot, sepse që është vështirë për dikën se dikush ka fëmijë të sëmur, me qenë se deri xhuma nuk shlojnë, nuk ka rrogë, domethënë, atëherë duhet të vazhdojmë dhe të pagojmë vetëm me privatizëm. Për shëndetësi. Por ndryshe kjo është një katastrofë shumë e madhe. Punonjësit e ndërmarrjes publike thonë se protestat do të vazhdojnë çdo ditë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, ndërsa paralajmërojnë edhe forma më të ashpra të reagimit.